Jemi përmbi uzinë të Poliçanit që të kemi një pamje më të bukur të situatës socioekonomike të vendit e çfarë ndodh për momentin. Tani Poliçani siç e dini, kalojmë dhe rrugën këtu, po s'ka kokër njeriu, kokër gjë, nëse kalojmë rrugën dhe Poliçani siç e dini është zhvilluar si qytet për shkak të uzinës që ka patur. Edhe gjithë kjo zona këtu kanë prodhuar gjëra këta, edhe nga që kanë prodhuar gjëra kanë ardhur njerëzit këtu për të punuar, për të patur punë, edhe duke punuar u dëshin dhe shtëpi për të ndonjë, duke u dëshur shtëpi duheshin dhe dyqane, duke dëshur dyqane duheshin dhe shkollat, edhe avash avash u zhvilluan qëtë të gjitha. Kjo pjesa këtu e gjitha ka qenë pjesa industriale e Poliçanit, edhe atje në cep është qyteti, pjesa kryesore, atje ku vën shkollat, atje ku vë xhiro, do të bënin një dush këta këtu edhe ktheheshin darkë bënin një xhiro atje për xhiron e famshme që bënin në Shqipëri dhe mase hanin në një zupë. Edhe tani që isha hëngra një zupun. Shumë e mirë zupa, më kënaqi. E kjo ka qenë pjesa. Kjo është akoma domethënë pjesa industriale, po në kohën e qoftë largut ka qenë, kurse tani uzina e Poliçanit.